Po, si që përmendët edhe ju, ashtu siç dhe kemi dëgjuar kërkesën nga institucioneve, patjetër që ky është një alarm ndoshta për institucionet karshi qytetarëve, pasi shoqata e transportit dhe operatorët i kanë ezauruar të gjitha hapat institucionale, mediatike, edhe në takimin që u mbajt midis Ministrisë së Infrastrukturës zotin Karel Kaçi dhe zonjës Ibrahimaj, ku u lanë atë takim, një takim i dytë, i cili do të kishin dhe ata një pasqyrë më të qartë në lidhje me kërkesat tona dhe me informacionin se pa mund të jetë sa mund të jetë pjesa e përballueshmërisë për fondin që nevojitet për të kompensuar këta operatorë.